Me ardhjen e stinës së verës, rritet edhe rreziku nga shfaqja e gjarprinëve, sidomos në zonat rurale, livade dhe hapësira me bimësi të dendur. Temperaturat e larta i bëjnë ata më aktiv dhe më të pranishëm në ambientet ku njerëzit kalojnë kohë çdo ditë, duke shtuar nevojën për kujdes gjatë lëvizjes në natyrë. E për mënyrën se si duhet të reagojmë në momentin që ndeshemi me ta, na flet veterineri Blendi Bejdoni. Është shumë e rëndësishme që një gjarp asnjëherë nuk të sulmon i pari. Ai sulmon kur nga frika, nga pakujdesia jonë, do të thotë që na duhet të jemi të kujdesshëm se ku shkelim, ku ecim, edhe të jemi të vetëdijshëm me natyrën që na rrethon. Po ashtu veterineri tregon se si ta dallojmë nëse një gjarpër është helmues apo jo. Për gjithë qytetarët unë kisha thonë që është e rëndësishme që nashta të fokusohen te koka, të fokusohen. Nuk është qëllimi që ata të dinë ose të marrin informacion se çfarë gjarpi është. Gjithmonë është e rëndësishme që të largohen, mirë po një gjë shumë me informacion për qytetarët është që nëse koka e gjarpit është në formë trekëndshme, atëherë kemi të bëjmë me një gjarp helmues. Kurse nëse koka e gjarpit është në formë ovale apo rrethore, atëherë kemi të bëjmë me një zvaranik i cili nuk është helmues për njerëzit. Në rast kafshimi, rekomandohet kërkimi menjëhershëm i ndihmës mjekësore, pasi reagimi i shpejtë mund të jetë vendimtar për shëndetin e personit të prekur. Me rritjen e temperaturave dhe aktivitetit të këtyre zvaranikëve, kujdesi dhe informimi mbeten mënyra më e mirë për të parandaluar incidentet.